Një ditë feste për banorët e Goraj Budishtit në Malësi të Madhe. Në kishën e fshatit u përurua Kambanorja e Re, një investim i realizuar fal kontributit të dy bashkëdhetarëve, Salvador Spathari, emigrant në Kanada, dhe Alex Mreshaj, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë meshës së shenjtë u bekua Kambanorja, ndërsa famulitari Ad Gazmentinaj falenderoi dy donatorët për mbështetjen e dhënë ndaj komunitetit dhe kishës së fshatit. Ai shpreu mirënjohjen për këtë gest solidariteti dhe uroi që emigrantët shqiptar kudo ku jetojnë të mos e harrojnë vendlindjen dhe të vazhdojnë të kontribuojnë për zhvillimin e saj. Lartësia, gëzimi, urimet, gjithë sa ditë mesi, 3 ditë. Tanë për me thanë bravo, ju dohë të gjitha e gjithë kjo. Por çka mbetet? Mbetet ajo shenjë që është tu. Mbetet edhe emri i mirë. I ka shtyr dashnia për Zotin mi gjitha dhe dashnia për vendin e vetë e për njerëzit e vetë. Sepse nuk e harroj rrallë. E kjo është i mirë me atë thyllë borgjën vendin vetë. Se cili për nesh është borgjli ndaj atyne burve ku jemi rritë, ku kemi linë, ku kemi marrë dhe mendë ose në fije, jemi borgjli ndaj kësaj toke e ndaj këtij dhejët. Edhe pse kena gjetë ose të dhejnë më të bukura. Por, thuhet ajo është ka një këngë vjetër, buri i ranë për shëndën vetë, po ishte kohë tjetër. E sa herë një gjoshim këtë këngë, filloshim me kjo, se pa kemë përpara komunistit. Por, faktikisht, duhet thamë që shtëpiat tona sot disa ranohen. Disa janë të bukura, janë bukura. Të disa tjera shohim se kanë fillu në muret e tyne me lindë fenë, me lindë barë, me zani fjellësh. Pse? Se s'ka njerës, s'ka ma dur, s'ka ma kush ka me rrapa këti veni. Dhe faleminderit Aleksit, Salvatorit e për të tonë juve që e keni papër me tim grua dhe njëherë të fshatë. Kontributi dy emigrantëve përfshin financimin e shtatorës së Zojës, Kambanës dhe Kambanores, investime që do të shërbejnë për komunitetin. Pas ceremonisë së bekimit, festa vijoi me një drek festive ku të ftuar ishin artistët e Malësisë.